Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka prezantuar aplikacionin Agjencia Digjitale, që tashmë është aktiv në të dy sistemet kryesore të telefonave celular dhe mund të shkarkohet nga çdo qytetar i interesuar. Në prezantimin e aplikacionit mori pjesë drejtori i përgjithshëm i AMP-s Florian Sulejmani dhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Ky aplikacion vjen në përputhje të plotë me prioritetet e qeverisë shqiptare për digitalizimin e shërbimeve publike, si dhe në funksion të misionit tonë për të garantuar një mbikëqyrje efektive dhe të pavarur, duke trajtuar në mënyrë të shpejtë, pa anshme dhe profesionale çdo denoncim apo shqetësim të ngritur nga qytetarët. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha u shpreh se Agjencia Digjitale u ofron qytetarëve një mjetëri të drejtpërdrejtë dhe të thjeshtë për të raportuar çdo shkelje apo abuzim nga punonjës të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit Zjarfikës, tre autoritetet që monitorohen nga kjo agjenci. Një shoqëri demokratike dhe të drejtë, siguria nuk mund të ndërtohet pa besimin qytetar. Nga ana tjetër, të gjithë jemi të vetëdijshëm se besimi nuk fitohet me fjalë, por me vepra konkrete. Sot jemi këtu për të ndarë me ju një hap të rëndësishëm për forcimin e marrëdhënies mes qytetarit dhe institucioneve të rendit dhe sigurisë publike. Një hap që vjen jo vetëm si përgjigje ndaj nevojës dhe transparencës, por si një pjesë e vizionit qartë për një shërbim më të përgjegjshëm dhe pranë qytetarit.